paraqitja natyrisht që ka një karrierë shumë të mirë aty në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ka qenë deputete për disa mandate që jemi bashkë aty në Kuvend. Ka tregu një paraqitje vërtet mirë, një punë të vyshme aty në Kuvend të Republikës tonë. Kur e prezentoi ka njëherë, kanë qef mi thonë, po të më thonë, ai epiteti për cilit nisën është bashkëshortja e Recep Selimit, po unë menoj që do të mi thonë bashkëqlirimtarja, kom qefën mi thonë, bashkëqlirimtarja e Recep Selimit, se bashkë kanë qenë ato beteja, e pastaj bashkëshort të dëtë. E kam bashku jetë. Edhe tani në lëvizjen vetëndose, po bravo. Urojmë që kjo padrejtësi edhe për Rexhën, edhe për të tjerë të cilët ndodhen atje të përfundoj. Ka qenë vërtet diçka për të cilën unë po fol shpesh si padrejtësi që na ka ndodhur. Na e presim Rexhën në mesin tonë, të vi sa më shpejt e së bashku me Rexhën e me të tjerë të ndërtojmë Kosovën tonë. Sepse kur jemi të ushtria qëllimtare e Kosovës, unë kam thënë edhe herave të tjera, nuk ka kërkush që na ndonë, sa i përket qasoj kohë. 98-99 është lavdia e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Ushtria qëllimtare e Kosovës nuk është e asnjë partije. E asnjë partije. Vetëm populli i Kosovës është pronari, kërkush tjetër. As individi me emën e me mbjemën, as partia me logo. Kjo nuk ju përket u që këja aty. U që kënë populli e kanë zirë Bejgjirit vetë. Bejgjirit vetë si një mekanizëm për me çliru vetë vetën, edhe për me mujt okupatorin për me shpor për Kosovës. Kjo është definicioni u që kësë. Edhe pavarësisht me emën e me mbjemën, kush ka kontribu, unë thëmë, ju mi aj. Ju mi aj që ka kontribu. Sepse i ka dalë borç. Ka dalë borç vendit, për ka qenë më e vështira. Kështu që edhe ty shqitet ju, që natë po shtrejt, nuk je friksu, e ke ka pushtën, e nuk e dalë zëtë Kosovës. E kemi edhe Viktorin.